hajde mërë se 96 vota i ke. I ka thonë mëre? Po prit, hajde se në qovë se del një emër, se si Zoti Kurti, unë besoj që me drejtën e botës e ka që me 81 nuk shkohet në kuvend. Ma me 80 shkohet. Edhe dvëvës, po dhe dvëvës për mujnë me deshtu. Jo mas deshtojnë ata, pa O për bezë, jo, pas deshtojnë ata. edhe të LDK-s deshtojnë. Se tha kolegu nga mrena subjekti që janë dy polet diametralisht kundërta me një që është në për parti politike shumë normale. Leja fajnë LDK. Shumë normale. Pas është kush po jetë fajtor tu, kush po kryen punë. O, beteja kush po jetë fajtor. Beteja kush po jetë fajtor. Se duhet jetë kjo betejë. Betejën duhet bo mëra, s'pe shë? Po, kjo duhet denoncohet. Po denoncohet, po që kjo beteja se betejë për të nxjerrë fajtor. Se mos jetë betejë për gjetur një zgjidhje që thot Grajinca. Fajtori të nderuar koleg. Konstruktiv. Është tregu gjatë vitit kalum kush është fajtor. Ai që humb zgjedhjet e blokon është fajtor. Kur gjo s'ka tregu ajo. Kur gjo nuk ka tregu. Sen s'ka tregu. Po jo për s'ka tregu ajo kush të mirët fajtor. Sepse një kauz që e ngreten që nuk i takon e se votojnë ana, ka thonë njeri deputet që sot e ki antar të komisionit për AKI-n. Imagjinoj ka thonë ne prej dorën, edhe se votoj kandidatin e listës serbe për në kryetar, edhe e votoj. Në çdo kauzat që kanë ndërtuar. Ku të kanë dalë për parashikimet e tua për të mhas. Larg për realitetin. Ma shumë se tuat po xhaj. Jo, në kompon, jo. Po, bile edhe për ty ma shumë ja kam qelluar si sa ti për mua. Që ma shumë dalit musi ty. Sa i përket aspektit personal. Sa i përket aspektit personal, unë pas përzit pak me dëshirë, unë pas shefet po deputet. Edhe në tyje. Po pedite po çfarë? Është vërtet një gjë. Sa e kom të ka nominu. Po e dive. Po prit se s'është çështja personale, çështja e analizës. Historia, s'ne historia. Unë kam thonë që keni qelluar asnjëri.